Deri para pak muajsh ishte deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, por mos përfillja e kërkesave të tij dhe mos interesimi për shqiptarët e luginës së Preshevës, deputetin Niazi Idrizi, i cili vjen nga fshati Sefer i Karadakut të Preshevës, e detyroi të aderojë në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Deputeti Idrizi, i cili është edhe nip i Idris Seferit, në një intervistë për Radio Televizioni Presheva, ka thënë se ka marrë mbështetje nga lideri Ramush Haradinaj, që në qeverisjen e ardhshme një vëmendje posaçme do t'i kushtohet luginës së Preshevës. Në Partinë Demokratike realisht më mbyll hapësira veprimit, kam qenë shumë i pakënaqur me sjelljen që Partia Demokratike i ka bërë në realisht vendit tonë. Kam pas një shqetësim, një pakënaqësi shumë të madhe lidhur me trajtimin që i kanë bërë institucionet qendrore, gjithsesi qeveria e Kosovës, qytetarëve të luginës Preshevës dhe luginës Preshevës në përgjithësi. Këto kanë qenë tema të cilat unë i kam hapur në Kuvendin e Kosovës shumë herë, por përgjigje nuk kam marrë për këto tema, përgjigje pozitive për ta ndryshuar këtë kurs, edhe natyrshëm ka ardhur pakënaqësia ime e cila është shpreh me largimin tim nga Partia Demokratike e Kosovës dhe kalimin në Partinë e Re në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Disa nga problemet që i përmendët që i ka lishuar dhe nuk i ka zgjidhur qeveria e kaluar, mendoni se këto do të zgjidh AOK-ja dhe a ka plan AOK-ja për to? Po, AOK-ja ka plan ka një program shumë të mirë për qeverisjen e vendit në 4 vite. Ky plan është gjithëpërfshirës, është i bazuar në nevojat e vendit, është bazuar në hulumtimet që i kanë bërë grupet, njerëzit tanë të punës në për të gjithë hapësirën e Kosovës, madje edhe më gjerë. Idrizi thotë se ke qeverisjen e Kosovës e ka ngjerë edhe lugina e Preshevës. Ai evidenton edhe disa padrejtësi që janë bërë ndaj qytetarëve të luginës nga institucionet e Kosovës. Në këtë kohë, në gjatë tyre viteve, për fat keq ne kemi pas shumë pak investime në Anamorave dhe Anamorava si thush ka rap për tokë. Në të njëjtën kohë edhe lugina e Preshevës e ka ndiket pasojë shumë të madhe dhe ajo është mbet në një pozicion shumë inferior, në një pozicion shumë të keq. Ju vetë dini se jetoni atje në Preshevë, janë shpërngul 15 fshatra plotësisht, mesin e tyre dhe fshati i familjes time që është Seferaj, janë gjysmë, ndërsa fshatra të tjera, 15 të tjera që janë përgjysmu, në Malësia e Bujanosit kanë mbetur për fat keq e braktisur, po thuaj se krejt, shqiptarët po jetojnë atje në një hapësirë shumë të ngushtë, me josh, me pamundësi të zhvillimit ekonomik, të përparimit, të mbijetesës, të krijimit të një sigurie për me mbijetu në ata hapësira, dhe kjo për mua është shumë keq. Kjo është diçka që ka ndodhur dhe këtë keq unë nuk kam mund t'ja fal as Partisë Demokratike, as Hashim Thaqit, as kërkujt. A ka mundur të bëjnë institucionet e Kosovës më shumë për luginën e Preshevës? Po kanë mundur, institucionet e Kosovës në realisht kanë bërë vetëm të keqe, vetëm të këqija i kanë bërë luginës Preshevës. Vendosja e taksës e tarifas doganore për makinat ka qenë një diçka, ka qenë një barierë shumë e rëndë për ata, ka qenë një mur, kështu edhe kemi quajtur edhe në Kuvend Kosovës, një mur i Berlinit që është vendosë në mes shqiptarëve këtej. Kjo ka qenë një padrejtësi e madhe që u ka bërë për shkak se ju e dini që lugina e Preshevës është një hapësirë e pandare e Kosovës, kështu ka qenë për herë. Ne kemi të familjarë të lidhur, unë kam shumë familje në atë pjesë. Familja ime më shumë është në Aton se sa që është këtej. Ne jemi të lidhur me njëri tjetrin, janë vendosur të barriera, nuk janë leju që familjet të komunikojnë në mënyrë të natyrshme mes tyre, dhe kjo ka qenë diçka e keqe, diçka e rëndë, e cila është keqprit nga qytetarët tanë. Në Kosovë ne kemi, ju e dini, pas shpërnguljes që u bën kohën e luftës së Preshevës, ku u shpërngul një pjesë e madhe të popullsisë nga dhuna serbe, ne ende sot vazhdojmë të kemi njerëz që nuk kanë dokumentacion as për identifikim të tyre. Ne nuk e dimë kush janë, ata nuk mund ta dëshmojnë identitetin e vet sepse nuk kanë asnjë letër. Institucionet e Kosovës janë sill keq me ata njerëz. Ata njerëz kanë nevojë që të kenë dy shtetësi, kanë nevojë që të kenë pasaport, sepse nevojat e tyre janë sikur edhe nevojat e gjithë qytetarëve të Kosovës. Ata kanë nevojë të shkojnë, dalin për ndim, për shërim, për shkollim, për të punësuar, për të marrë përvoja të reja, për të marrë dije të reja. Kështu është jeta. Po institucionet e Kosovës këtë drejtë ja kanë privu atyre, dhe ata tash janë me jetë shumë të izoluar, janë me jetë shumë të varfër, janë me jetë shumë keq në Kosovë.
Kandidatët për deputet në partitë e ndryshme ka dhe nga Lugina e Preshevës. Thuaj se 10 kandidatë që kanë prejardhje nga Presheva e Bujanosi kërkojnë votën e qytetarëve që t'i përfaqësojnë ata në përbërjen e re të Kuvendit të Kosovës pas zgjedhjeve të 8 qershor.